goditje qëndrore. Ndeshjen e kemi marrë me seriozitetin më të madh të mundshëm si në çdo ndeshje tjetër, sepse ashtu na detyron edhe tabela dhe futbolli që është u zhvilluar në Kosovë. Sa i përket kundërshtarit Gjilanit, normal që ka qenë e vështirë, sepse dihet se brenda ekipit kanë kualitet, kanë individ caktuar që din me vendosë ndeshjen edhe duhet me qenë 90 minuta të koncentruar. Parat jemi përgatit maksimalisht si në anën fizike, si në anën psiqike. Na ka ndihmu fakti që pjesën e parë kemi arrit me shënu 2 gola, pastaj kemi mujt me kontrollu ndeshjen pak ma lehtë. Edhe normal që fundi ka qenë pak ma e vështirë se Gjilani ka qenë ndjekje të rezultatit, edhe normal jemi gëzu për ato 3 pikë që i kemi marrë, sepse ka qenë ndihmesë e madhe për gjendjen e klubit edhe renditjen tabel. Çdo sukses në futboll që i duhet gjithmonë puna ekipore, atë kemi arrit me formu edhe te klubi Drenica, ku po vrejet edhe në fushë që frymojmë komplet si një grup. Normal, duhet me falenderu edhe stafin e trajnerëve për punën e jashtëzakonshme që janë të e bëu me neve prej se kanë ardhur. Pastaj duhet me falenderu edhe lojtarët më me përvojë që janë aty në klub, sidomos kapitenat që kanë arrit me mbajt grupin, ku kanë formu një atmosferë të jashtëzakonshme brenda zhveshtorës, që pastaj po shfaqet edhe në fushë. Si rezultat edhe kemi arrit javëve të fundit me arkëtu kogja pikë që me na ndihmu në renditjen tabel. Dhe pasi që edhe matematikisht ka siguru titullin kampion, duhet me i uru kampionit, sepse ka bo një punë të madhe edhe duhet me uru edhe me uru suksesin në garat evropiane. Pastaj, sa i përket aspektit personal, normal që si çdo lojtar tjetër, ashtu edhe unë përgatitem maksimalisht që çdo lojë ta nxjerr maksimumin. Është shumë më mirë kur në këtë rast pritjet e mia kthehen pikë për ekipin, ajo është fakti që më gëzon më shumë.